qytetar nuk jemi ndoshta shumë shpesh të vëmendshëm ndaj kujdesit ndaj saj, qoftë për natyrën, qoftë për krijesat që janë kafshë të egra në këtë rast. Është shumë kënaqësi me pas fotografin Arjan Mavriqi sot. Kënaqësia është e imja, faleminderit për ftesën tjera. Arjan, duke di që jemi në muajin e Ramazanit, duke di që ju jeni agjërues, çysh është rutina juaja, është e njëjtë si gjatë muajit Ramazanit si në muajt e tjerë të vitit apo ka ndonjë ndryshim? Fillimisht e falenderojmë Allahun e lartë madhëruar që na ka mundësu me prit edhe një Ramazan. Pra është një mundësi e mirë e jonja për të agjëruar, po jo vetëm për të agjëruar duke larguar nga ushqimi dhe pija, po edhe nga gjëra tjera të cilat në përditshmëri pra ne bëjmë mëkate sepse jemi njerëz. Për mua agjërimi është veç një mundësi fantastike edhe për në terren për punën time sepse jam shumë lehtë. Natyrisht vlera për neve që ecim distancat gjata.